kur u kthyen këta për herë të parë nga Rambujeja, në fillim të marsit, ditën e 7 marsit, unë mbrita bashkë me Hashimin marshim. Nga Qafethanës deri në Kosovë. Zbritëm në Qafethanës, zbritëm në një fshat të Strugës, nga Struga na morën me makinë dhe na çuan deri në Tetov, një major i policisë Maqedone, po shqiptar, me Hashimin dhe me Kadri Veselin isha. Pastaj na Tetova në këmbë deri në Sabri Andrenicë. Desh dhe 3 ditë rrugë, pastaj në këmbë. Dhe atje me caktuan ndihmësi shefi të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kush ishte ashtu shtabi? Bislim Zyrapi, kolonel, i cili kishte luftuar në Bosnjë kishte ardhur deri në komandant divizioni. Ai e shpëtoi nga rrethimi që donin ta kapin edhe atë presidentin e Bosnjës, është në aeroport ky shpëtoi. Izetbegovićin edhe ai e mëroi komandant divizioni dhe i dha gradën kolonel, nga kapiten i dha gradën kolonel. Që nga Suhareka, në fshatin studençar në Suharekës, një djalë Flori. Dhe kur mua më hipën, isha bashkë me 6 oficerat të tjerë kosovar, që kishin mbaruar akademit në Jugosllavi, kishin shërbyer në ushtrinë Jugoslave, tani ishin emigrantë dhe erdhën luftonin. Dhe shkuam bashkë dhe me ta. Kur mbritëm në Bukosh, në fshatin Bukosh, mua më veçuan me njarë. Më thanë ti, do të vesh në një drejtim tjetër, nuk do vesh ku do ven këta. Edhe unë u bida, edhe më morën, erdhën dhe më morën dhe më hipën më çuan në një shtëpi 2 kaçe në Kaçanik, në një fshat Kaçanikut. Dhe atje kisha dhe një djalë që më shoqëronte nga këta, që më na pritin në Kaçanik. Dhe rria me të dhe vjen ai pronari i shtëpisë më thotë mua ik shpejt, tha se pret xhipi, do të marrë xhipi në hyrje të oborit, dhe kemë rrethuar me murna. Vajta unë atje, po si duket çfarë bën? Kishikur xhipi. Kthehem prapë edhe ky djali që ridet jelash në dhomë, dëgjova që flisën në telefonun e para shikoja shifja që kishte telefon dorë. Dhe flisë dhe në moment thotë që ka marrë me Hashimin e më Kaçanik. Me kë fleti dhe? Dhe i shok të në Zvicër, një të marrë telefonin e ja theva me qizmi. Qa bën të? Edhe dhe i dorën pistolet. Edhe unë dorën pistolet. I thash, kujt spionon të? Se ishte Hashimi këtu. Edhe u morë vesh. Kur më thonë ka ardhë makina do të marri. Vajta unë hipa në makinë, bashkë me shoki rusin, njështë djallë nga Tetova. Hipa në makinë, në gjip, do ikë për natën, rrugë pa rrugë. Dhe në një moment kur unë nisëm, a i hipi për para shoki rusi, unë brapa, makina e se. Në një moment e vuri re ky shoki rusi që nuk ishtë bërë gjumë, ky ushtari u qëkës, e i tha, ke fletën qëk, kam 2 ditë e 2 net, tha pa gjumë, ma e mua timonin. I tha, nuk ta jep se ti se di rrugën, i tha se do i kemi rrugë pa rrugë, ndryshe na dalin së për para. Edhe i kem rrugë pa rrugë, na dollë më gjade, ku va më gjade, i dha shpejtësiki, si duke të dhuri gjumi, edhe bijem në liqen. Pas ka filluar me këmbë mbarë. Bijem në liqen, edhe makina ra anash. Gjysmë me makinës, nga ana e shoferit, ishte në ujë. Unë dhe kisha grusi që më këtheja, unë si që kisha automatikun, se i morë marmë që këtu në Shqipëri. E theva gjamin, edhe dola, edhe këtë doli. Në këtë moment, që dolem të dy, hapet bagajji makinës, dhe deli njeri. Dhe i ku me vrap. Ky shoku im, e kishë hedhur makinën e të arme në vetë poshtë, se do në të nëzirë të shoferi, se po nëzirë të fuska. Dhe
spioni më tha mua dhe më mori mua automatikun edhe u qep në mbrapa atje. Dhe unë tani vajta të nxirja shoferin. Dhe nuk isha fuqi vetëm se nxera kokën mbi ujë, e kishte timoni çket. Ja nxera kokën merr të frim. Dhe si jep e merr kur në moment delni edhe një tjetër nga bagazhi i makinës. Po ti thashun. Tha, më ka arrestuar u çkaj. Po pse? Për spion. Dhe ja kishin lidhur duart me litar. Dhe unë, mirë po unë, isha aq i tronditur, sa edhe pse kisha thik brezi, harova që kisha thikën dhe nëzora pref se në thojnë dhe në atë thikën t'i prisja litarë dhe i thash, do të hequn litarët, do të gjitha, po do më ndihmosh të nxjerrim shoferin. Po bëre gjë i thash, po deri që t'iksh, do të dash dhe futa dorën në xhaket, ku shkoj me kishën pistoleta. Dhe nuk po nxirja dorën, me shpërtati e kam, po si ta kuajim kishën pistoleta. Jo thaj, e mora, ja preva ata litarët, va me nxorëm shoferin, mirë po kish piruj, e nxorëm vëmë në bregore, atje në antë, edhe ishte mesnat, dhe unë po e shtypja, po i nxilja ujt. Kur shikojmë vinte një makinë, kalonte makina tutje tu me shpejtësi, por sa kalonte makina, unë e mirja dhe shoferin, dhe këtë spioni që thoshim, edhe ulesha i më të shifte, se nuk e desh makinë, kur në një moment makinë, si duke së mbante mënd, ku kishim rënë ai. Se si, kishikur e se kapën atë spioni, nuk e kapën. Ja, aji ishtë histori vete pas lufte, edhe ndaloj. Është dëshmimtar në Hag tash spioni? Pa tjetër. Edhe unë i kisha nxjerr tani të gjitha armët që kishim kisha nxjerr në makina. Dhe në momentin që ndaloj makina dhe u hapën dyert dhe doli njerëz unë e mbusha një automatik. Mos e mund thaj, e në rregull. Erdhën, e morën, na çuan tek një komand brigate të UÇK-s. Dhanë atje, kur shikoj unë atje, erdhi një traktor, janë ato traktorët e ulit, të vegjël, kishin ja 3 të arrestuar kokë duar e këmbë. Edhe i shtynin këta me këmbë për të zbrit na. I thashun, që keni këta? Spion, thënë. Po pse keni marrë? Po shkatojmë. I një vete jo, po shkatojnë njeri u pa gjyq. Prengaj e ti bre. Se nga Shqipënia, Shqipëni, janë spion këta. Njeri më të plak. I thashun, edhe ki spion, edhe ti spion, hiqaj. Sa të kanë paguar u të bëja? 2.000 marka në muaj. Sa vjetë ke? 10 vjetë. 10 vjetë spion. 2.000 marka në muaj. E pëse zvret vetën, i thashun. A kësha ju dhe është pistoletën, na bra vetën. U li kokën e rritë, së liste fare. Më këtonë.